Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i premte 27 qershor 2025. Dashi. Një ditë që mund të sjellë zgjidhje të papritura, disa lajme të mira dhe të mos nënvlerësoni miqësitë e reja. Nxitni miqësi, mund të kuptoni se kush është me ju dhe kush jo. Demi. Tani gjithçka varet nga ju. Është e rëndësishme të kujtojmë ata që duhet të bëjnë zgjedhjet se ne nuk duhet të humbim kohë, mundësi. Binjakët. Është e lehtë këto ditë të hapësh shpesh portofolin tënd, jo për fajin tënd, por falënderimet për familjen, fëmijët ose fatin. Nëse zemra është ende vetëm, nuk duhet të kesh një jetë në shtëpi dhe të blesh. Gaforja. Filloni këtë ditë me zgjidhje të shkëlqyera dhe perspektiva interesante të gjitha llojeve për të ardhmen. Sektori i fitimeve është stimulues. Dashuria është shpërblyese nëse është e re, pak më pak nëse është e gjallë. Luani. Të gjitha ndryshimet janë për t'u pranuar, por në këtë periudhë ju keni ndjenjen e qartë se nuk jeni duke e bërë jetën tuaj, nuk ndjeni të lirë të bëni dhe të zhbëni si të doni, është një problem. Virgjëresha. Mendoni për çështje pune, veçanërisht nëse është një veprimtari e pavarur. Në dashuri, mos u përballeni me argumente, por qëndroni të qetë dhe përballeni me gjithçka me kujdes, edhe me shpenzimet. Peshorja. Mundohuni të caktoni takime ose takime me njerëz që kanë rëndësi. Ekziston një dëshirë për të jetuar dashuri të reja dhe emocionuese. Akrepi. Ditë në të cilën paratë gjithashtu dalin papritur. Një ndryshim i punës është jo bindës ose dikush po ju provon durimin. Shigjetari. Ju mund të gjeni një ide të mrekullueshme ose të bëni kërkesa që do të pranohen. Ekziston mundësia që ata që dalin me njerëz të dashurohen papritur, çifte e forta mendojnë për një fëmijë. Britsjapi. Shumë kundërshtime planetare dhe ju ndjeheni ju kundër botës. Ka ardhur koha të thuash si mendon, zbrazet thesin pa mendime të dyta. Më shumë durim në punë. Ujori. Do të merrni informacion të mirë për punën tuaj. Rrota kthehet dhe këtë herë për fat në favorin tuaj. Një takim apo takim i rëndësishëm. Peshqit. Ka një dëshirë të madhe për të legalizuar një histori dashurie, për të përjetuar emocione të rëndësishme, kjo ditë ofron disa mundësi të mira për të dalë. Do të korni frytet e asaj që keni mbjellë më parë në fushat miqësore, sociale dhe familjare. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.